Në mbledhjen e sotme të KPF-s të 5-ën e këtij viti, e ftuar nga kryesuesi profesor Dr. Simir Krasniqi, e ku ishte edhe nënkryetari i komunës Kujtim Gashi, pas diskutimeve pas pikës së shqyrtimi ratimit dhe propozim vendimit për subvencionimet e transportit urban, ku opozita pohuan se nuk do ta votojnë dhe se kjo pikë kaloi me shumicë votash si rekomandim për mbledhjen e radhës. Pika tjera i miratuan unanimisht. KPF-ja i rekomandoi 5 pika për mbledhjen e kuvendit që mbahet më datën 2 qershor. Lidhur me këtë, ka raportuar kryesuesi. Si pika të rendit të ditës që ju rekomanduan kuvendit janë këto: shërtimi dhe miratimi i propozim vendimit për subvencionimin e transportit urban, shërtimi dhe miratimi i draft rregullorës për menaxhimin e mbeturinave në komunën e Prizrenit, shërtimi dhe miratimi i projekt planit komunal për reintegrim të qëndrueshëm të personave të riadecuar dhe integrimin e të huajve në komunën e Prizrenit 2026-2028. Si pikë tjetër e rendit të ditës, shërtimi dhe miratimi i propozim vendimit për formimin e grupit punues për hartimin e rregullorës së punës së kuvendit të komunës së Prizrenit. Dhe pika e fundit, pra, informat mbi gjendjen e barazisë gjinore dhe realizimin e objektivave të strategjisë komunale për barazisë gjinore 2024-2026 në komunën e Prizrenit. Të gjitha këto pika, pra, u votuan unanimisht nga antarët e Komitetit për Politikë dhe Financa dhe këto pika të rendit të ditës u rekomanduan kuvendit pra për mbledhjen e radhës që do të mbahet pra ditën e martë më 2 qershor, pra në sallën e kuvendit komunal në ora 10. Lidhur me pikën e transportit urban, pa disa kundërshtime, por shumica pra këto, ata nuk do të thotë nuk u pajtuan, shumica me 6 vota pro, pra ju rekomandu kuvendit që kjo pikë ti rekomandohet kuvendit pra në mbledhjen që do të mbahet ditën e martë. Kurse pika tjera unanimisht u votuan edhe nga opozita. Të martën mbledhja mbahet me fillim nga ora 10. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.